jeni gati? Atëherë të ndërmara media, të dashura gazetar, mirë se po e gjejmë njëri tjetrin në këtë konferencë. Siç jeni në jeni, pas dështimit të kuvendit për të zgjedhur presidentin, bazuar edhe në gjykimin e gjykatës kushtetuese, kuvendi konsiderohet i shpërndarë dhe zgjedhjet duhet të mbahen brenda afatit prej 45 ditëve. Në linjë me përgjegjësitë kushtetuese, dje kam pritur në takim kryesuesin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotin Kreshnik Radoniqi, me të cilin kemi diskutuar për aspektet organizative të procesit zgjedhor. Ndërsa sot, bazuar në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, para pak kohësh përmbylla takimin me drejtues e përfaqësues të subjekteve politike. Pra në këtë takim ishin ftuar 17 parti politike, ishin të pranishëm 15 prej tyre. Dëgjova propozimet e partive politike për datën e zgjedhjeve. Pas vlerësimit të afateve kushtetuese, nevojave organizative të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe rëndësisë së pjesëmarrjes sa më të gjerë të qytetarëve në këtë proces, kanë vendosur që zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës të mbahen në 7 qershor. Kjo nuk është ajo çfarë qytetarët kanë dashur, sepse qytetarët nga ne presin për bashkim kur bëhet fjalë për interesat e vendit, presin institucione stabile dhe jo e kundërta e saj. Po punohemi në shumë reforma pa asnjë nevojë. Shumë punë kemi para vetes dhe nuk e kemi komoditetin që të humbim kohë. Për muaj me radhë janë bërë përpjekje që vendi të ketë institucione funksionale dhe që proceset kushtetuese të përmbyllen brenda kuvendit. Megjithatë, në demokraci, ku rruga institucionale bllokohet, fjala i kthehet qytetarëve. Tani, përgjegjësia është e gjithëve, e institucioneve që të organizojnë një proces të rregullt dhe transparent, por edhe të besueshëm, e subjekteve politike që të garojnë me përgjegjësi dhe me respekt për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe qytetarëve që me votën e tyre të lirë ta përcaktojnë drejtimin e ardhshëm të vendit. Kosova ka dëshmuar se di të organizojë procese zgjedhore të lira, demokratike dhe të besueshme. Këtë e konfirmojnë edhe vëzhguesit ndërkombëtar. Para pak ditësh kam pranuar raportet e vëzhguesve ndërkombëtar. Prandaj edhe gjatë këtyre ditëve do takohem me institucionet përgjegjëse që të kërkojmë sërish që të jenë vëzhguesit apo misionit i vëzhguesve ndërkombëtar për të vëzhguar zgjedhjet e 7 qershorit. Prandaj prej këtu, stafit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i uroj punë të mbarë e vullnet të hekur për të mbrojtur vullnetin e qytetarëve, sikurse jam e bindur se dhe kësaj radhe qytetarët do ta thonë fjalën e tyre, me dinjitet, me qetësi dhe me pjekëri demokratike. Subjekteve politike uroj sukses në fushat, ndërsa qytetarëve ushtrim të lirë dhe pa presion të drejtës së votës. Uroj që të kemi një fushat korrekte, të përgjithshme dhe në përputhje me standardet demokratike, siç ka dëshmuar Kosova edhe në proceset e kaluara zgjedhore. Faleminderit, tani jam e hapur për pyetje. Me radhë. Mirë do të keni radhë të vëllimi, zonja Agjiu, në qenë se kushtojnë në zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe keni caktuar datën në 7 qershor për mbajtjen e tyre, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ende vazhdon të mungojë një antar që në bazë të ligjit është përfaqësues i partive politike dhe dilema ka qenë se i takon vendosjes ose PDK-s, a do ta emëroni këtë antar të KSH-s? Ai marrim disa pyetje pastaj përgjigjem. Antigoni Supi, gazetare në Casa Pitane, zonja Agjiu, mi thotë që është shkaktuar nga pozita e ambasadorit Verbim Muçari, a mund të më i ditë arsyet sepse është shkaktuar nga kjo pozitë? Që marrim edhe dy. Shëndresa Dëshani Prezidentë Kosovës. Presidente, nëse mund na tregoni sa i përket pozitës së prokurorit të shtetit, sa keni qenë ministre, e dim qëndrimin e juaj dhe po ashtu një letër që është thënë që e keni dërguar në adresë të Këshillit Prokurorial, a mund na tregoni çka po ndodh me pozitën e kryeprokurorit dhe sipas jush si duhet të veprohet tutje? Po vazhdojmë. Faleminderit, burim Zari që Radio Televizionin Stënje, me që vënd
disa prej pyetjeve, po vazhdoj zonja Haxhiu, ju si ushtruese e detyres, nuk ju ndalohet me gjas në aspektin kushtetues që t'jeni edhe përfaqësuese e lëvizjes dhe vendosje nga ku vini, a do t'jeni aktive gjatë fushatës? Atëherë, faleminderit për pyetjet që i adresuat. Sa i përket anëtarit të fundit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, si që jeni në djeni, përbërja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është prej 11 anëtarëve. Pra, këtu përfshirë edhe kryesuesin që vjen nga radhët e Gjykatës Supreme. Për momentin janë 10 anëtarë, sepse edhe një nuk është emëruar ende. Unë jam interesuar në qoftë se kjo përbën problem për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Pra, dje dëgjova që thanë që do të kontestohet procesi zgjedhor e kështu me radhë për shkak të një anëtari, por unë ju kam njoftuar që i kam dy kërkesa, edhe kërkesën e PDG-s, edhe kërkesën e vetëvendosjes për të emëruar anëtarët e tyre, anëtarin e fundit në këtë komision. Unë për këtë çështje kam pasur mendim edhe më herët. Fuqia politike, proporcionaliteti, përfaqësimi. Janë parime që nuk duhet t'i mohoj askush. Duke qenë që kanë kaluar tashmë të gjitha afatet, sepse mendoj që një proces kushtetues i nisur nga presidenti Osmani Sadriu është dashur të përmbyllet nga vetë zonja Osmani Sadriu, por kjo nuk ka ndodhur. Dhe tani të gjitha afatet kanë kaluar, janë në trajtim të kësaj çështje dhe do të veprojnë në përputhje me përgjithësitë, por të jeni të sigurt që me 10 anëtarë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve asgjë nuk rrezikohet. As certifikimi i partive, as certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve dhe asgjë tjetër. Prandaj do të veproj atëherë kur e konsideroj se duhet të veproj. Sa i përket çështjes zotit Miftarin, duke tu adresu edhe kjo pyetje, unë nuk do ta quaja shkarkim. Çdo kthim nga misioni diplomatik nuk është shkarkim. Në diplomaci ka emërime, ka kthime, ka rotacion, dhe ka nevojë që shërbimi jashtëm të funksionojë sipas ligjit dhe nevojave të shtetit. Sa i përket pra zotit Miftari, procedura për lidhimin e tij ka filluar në vitin 2025. Unë kam trashëguar një numër të madh lëndësh, pra në raport me këtë çështje, pra ato lëndë kam trashëguar nga presidentja Osmani, dhe aty ku gjithçka është në rregull, raport me procedurat, natyrisht që do t'i shtyej përpara dhe në këtë drejtim janë bërë 8 emërime, janë bërë 3 lirime dhe 2 riorganizime të misioneve konsulare. Kushdo që dëshiron informacione më tepër për këto, natyrisht që do të jemi të gatshëm që t'ju ofrojmë çështje. Sa i përket çështjes së kryeprokurorit të shtetit, kur kanë pranuar dosjen e përzgjedhjes apo propozimit të Këshillit Prokural të Kosovës raport me kryeprokurorin, e kam parë edhe një letër. Për mua ka qenë pazakon, në shpërfutje me ligjin. Letra ka ardhur nga ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit zoti Agron Çalaj. Pra zoti Çalaj i drejtohet presidentës Osmani në raport me këtë proces. A keni parasysh që ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit nuk ka të drejtë kushtetuese dhe ligjore i drejtohet presidentit për këtë çështje. Vetëm Këshilli Prokurorial. Ai është organi që ka përgjegjësinë kushtetuese dhe ligjore që të bëjë propozime në raport me këtë çështje. Unë e kam analizuar dosjen dhe i kam thyer letër Këshillit Prokurorial dhe e kam konsideruar këtë proces të mbyllur. Prandaj Këshilli Prokurorial sa më parë duhet që të shpallë konkursin, por duhet sigurohet që procesi mos jetë i kompromituar që ka ndodhur në të kaluarën, sepse asnjëherë nuk do të dekretohen persona që kalojnë përmes proceseve të kompromituara apo të përgatitura paraprakisht që ka ndodhur në të kaluarën. Prandaj sapo Këshilli Prokurorial i përfundoi procedurat me rregulloret e brendshme për t'ia përshtatur këtij procesi në përputhje me ndryshimet ligjore, unë natyrisht që do të mirpres pastaj që vroj që të mos jem në këtë pozitë, vroj që sa më parë të arrijmë ta zgjerim presidentin, por megjithatë, presidenti i ardhshme t'i kryej detyrat në raport me këtë çështje. A do të futem në garë për të vendosur shpresia e vetëvendosjes? Do të përpiqem maksimalisht që të jem në përputhje me kushtetutën dhe me legjislacionin në fuqi. Si kryetare e kuvendit,
si ushtruese e detyrës së presidentes, natyrisht e kuptoj rolin, por duke qenë që si me thonë mund të jem në garë, ndonëse për këtë vendosin si shtarë organet e lëvizjes vetë vendosin, natyrisht që do të jem e kujdesshme. Po, edhe të fundit. Edhe një pyetje Po, me e fundit, lidhem përgjigjet. Sa do ta keni të vështirë të vendosni për anëtarin e KQZ-s kur dihet që vini nga një parti politike dhe është mundësia që të garoni. Në anën tjetër kërkesat janë pikërisht nga partia që vini dhe nga partia tjetër. As pak e vështirë. As pak e vështirë, duke qenë se për këtë Për të çështje qenë kam pasur mendim për këtë çështje. Unë disa herë kam folur për këtë çështje. Unë kur kam folur për këtë çështje nuk kam menduar që një herë do ta kem mundësinë që të jem ushtruese detyrës së presidentit apo presidentes. Kam pasur mendim për këtë çështje, fuqia politike, proporcionaliteti, përfaqësimi janë parime që nuk duhet t'i shkelim. Qytetarët e Republikës së Kosovës me 28 dhjetore kanë përcaktuar këtë. Prandaj nuk është e vështirë, vetëm se duke qenë që kanë kaluar të gjitha fatet, duhet jemi kujdesshëm raport me pozicitë që kemi. Ata që thrasin që unë sa më shpejt veprojnë në këtë drejtim, e kanë gjykatën kushtetuese, le t'i drejtohen asaj, nuk e kanë herën e parë, e kanë herën e nuk e di sa. Unë me këtë shkurt, do të qënshur, kujt i konvenon për mbajtjen e zgjedhjeve, Qytetarëve të Republikës. Pasi që për datën e kaluar të dhjetorit është diskutuar shumë që i ka konvenuar vetëvendosjes. Edhe mënyra si ka ardhur deri te takimi asaj date. Po. Së pari, qëllimisht, unë kam pritur fillimisht në takimin kryesuesin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Edhe është e natyrshme që KQZ-si duhen sa më shumë kohë në mënyrë që ta organizojë sa më mirë këtë proces. Pra, natyrisht që KQZ-s nuk i përket me teksu data, me vendos ose me propozu data, nuk është kjo në kuadër të përgjegjësive tyre, por kur e kam takuar kryesuesin zotin Radonici, ka thënë sa më shumë kohë për Komisionin Qendror është aq më mirë. Dhe duke pasur parasysh që në takimin që sot unë pata, ishin pothuajse 80% të partive politike me kërkesën që 7 qershori është datë e përshtatshme për zgjedhjet, vlerësova që është mirë, pra që ta caktoj datën 7 qershor, edhe sepse sa më shumë qytetarë është rëndësishme që të marrin pjesë në zgjedhje. Dhe tani kur jemi te procedurat në zgjedhjet e jashtëzakonshme apo të parakohshme gjithnjë ato shkurtohen, nëse i krahasojmë me zgjedhjet e rregullta. Prandaj në këtë drejtim sa më shumë që ka kohë Komisioni Qendror, aq më shumë qytetarët e Republikës së Kosovës, edhe mërgata jonë, do të mund që ta ushtrojnë të drejtën e tyre. Prandaj këto janë arsyet. Faleminderit gjithëve dhe shihemi në paraqitjet e tjera.